Vëllezër, do ta nisem me një hadith profetit Muhammed alayhi salatu wasalam për treguar rëndësinë e madhe të kurbanit. Ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na thot në këtë hadith, katër porosi ose katër fjalë. Thot profeti alayhi salatu wasalam la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah. E mallkov Zoti atë njeri i cili bën kurban jo për Allah. Gjithashtu thot e mallkoft Allahu atë njeri i cili mallkon prindit e tij. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam e mallkoft Allahu atë njeri i cili strehon fitnë xhiun. Dhe mallkoft Allahu atë njeri, thot profeti alayhi salatu wasalam, i cili ndryshon kufit e tokës. Qëndrojmë pak i ky hadith i profetit alayhi salatu wasalam i cili thot e mallkoft Allahu. Fjala mallkim do thot largim nga rahmeti, nga mëshira, nga xheneti i Zotit. Pra që do thot se atë që Allahu xhelle xhelaluhu e mallkon, ja ka verbuar zemrën e tij. Dhe e ka bërë atë fatkeq. Dhe atë që Zoti e ka mallkuar do të thot se është zemruar me atë njeri. Dhe thot Zoti në Kur'an: "Wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa." Ati njeriu i cili i bi zemrimi im, do thot se ai është i devijuar ky njeri. Prandaj vëllezër, në një ajet kuranor Zoti xhelle xhelalu thot: "Aty tregoj unë se kush është njeriu më i keq në këtë tokë tek Zoti xhelle xhelalu." Thot është ai i cili Zoti e ka mallkuar dhe ka shprehur në të zemrimin e tij. Dhe i ka bërë ata dhe i ka kthyer ata në majmuna dhe ndera. Dhe ata janë adhuruesit e shejtanit. Kjo ndodhi realisht tek Benu Israilët, të cilët Zoti xhelle xhelalu për shkak të mëkatit, duke ditur me vetdije për të keqen që ato po bënin, Allahu i lartë madhëruar i mallkoi dhe shprehu në to zemrimin e tij dhe i ktheu ata në majmuna dhe ndera, Zoti na ruaj. Vëllezër, atë që Zoti xhelle xhelalu e mallkon, do të thotë se çdo krijesë në këtë tokë e mallkon atë njeri. Për ne thot Zoti në Kur'an, thot ulaike yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Atë që Zoti e mallkon, çdo krijesë e mallkon. Edhe robi atij që ka vesh e mallkon atë njeri. Edhe ushqimi që ai fut në barkun e tij, edhe ai ushqim e mallkon atë njeri. Atë që Zoti e mallkon nuk ka kush se mallkon në jetën e kësaj bote. Vëllezër, në këtë pjesë të hadithit profetit alayhi salatu wasalam thot e mallkoft Allahu atë njeri i cili bën kurban për dikë tjetër përveç Zotit. Do të kuptojmë se kurbani është ritual ose adhurimi që i bëhet vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Tu është ajetin kuranor ku Zoti xhelle xhelalu thot fasalli li rabbika wanhar. Thot ti bëj kurban për Zotin tënd. Pra ti falu për Zotin tënd dhe bëj kurban vetëm për të. Pra ajeti është drejt për së drejti se kurbani bëhet vetëm për Allahun dhe për askën tjetër. Prandaj thot në ajetin tjetër thuaj, thot Allahu xhelle xhelalu i thot profetit alayhi salatu wasalam, thuaj se namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun. Pra kurbani ky ritual që është sepse kurban do thot që njeriu është një adhurim që e dedikon Zotit. Kjo nuk bëhet vetëm për Allah. Nëse kurban bëhet për dikë tjetër përveç Zotit, ta di se ka bërë një nga mëkatet dhe një nga gjunahet e mëdha. Nëse Zoti na ruaj, nuk pendohet për këtë mëkati dhe vdes, ai nuk hyn në xhenet. Prandaj vëllezër, Allahu xhelle xhelalu kur i krijoi baktit si begati për ne, dhe jo vetëm kaq si begati për ne njerëzit, por i nënshtroi ata po për ne. Dhe për këtë arsye ka për këtyre baktive që ne i shfrytëzojmë në dobit ton, duke i hypur apo duke i hangë mishin apo duke i marrë qumshin, atëherë do thotë që gjaku i këtyre nuk mund derdhet vetëm se në emër të Zotit i cili i krijoi këto bakti. Nëse ky gjak i kësaj baktie derdhet në një emër tjetër, jo të Zotit, ta di se ai është zullumqar dhe ka bërë një nga mëkatet e mëdha. Prandaj thot Zoti xhelle xhelalu kur na tregon ajetin kuranor thot, a nuk po i shikon, thot Allahu po i drejtohet njerëzve, duke thënë a nuk po i shikojnë ata se ne u krijuam atyre bakti që prej tyre ata i hypin dhe prej tyre ushqehen me ta. Thot gjithashtu thot vazhdon ajeti thot dhe me ta ato bëjnë ose përfitojnë shumë prej tyre dhe Zoti ka bërë këtë gjë me qëllim thot apo falenderojnë vallë Zotin dhe nga falenderimi i Zotit që i bëhet baktisë është kur ajo pritet në emër të Zotit. Pra bëhet vetëm për Allahun dhe për askën tjetër. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar në hadith se kurbani është e drejtë e Zotit
Kjo drejt nuk bëhet për askën tjetër. Nëse ne ngjojmë se ka diku në dikë vend që bëjnë kurban për filanin apo për alanin, ta di se ai është zullumqar. Ai është mëkatar, Zoti s'ia pranon kurrë atij njeriu nëse ai nuk e bën këtë kurban për Allahun. Kjo drejt që i përket Zotit i bëhet vetëm atij. Prandaj thot profeti alayhi salatu sallam, i dërguar i Zotit, profeti që Allahu e dërgoi për mbar njerëzimin, i tregoi njerëzve se si bëhet kurbani. Profeti alayhi salatu sallam kur e mori kurbanin tha në emër të Zotit, tha bismillah. Allahu akbar, Zoti është më i madhi. Pastaj tha: O Zoti, kjo bakti është që ti ma dhurove dhe kjo bëhet vetëm për ty o Zot. Pra ti ma dhurove, unë e pohoj se këtë mirësi ma dhe ti dhe kur kjo bakti të prijet vetëm për ty o Zot. Pra, dhe tha profeti alayhi salatu sallam, o Zot, ma prano këtë bakti dhe pra këtë kurban për mu dhe për familjen time. Pra që do thotë se ku profeti alayhi salatu sallam në këtë hadith thot Allahumma hadha mink, o Zot, kjo është për ty. Se është drejta jote o Zot, dhe nuk mund t'i bëj njeriu pa drejtësi vetes ti duke ja dediku baktin apo kurbanin dikujt tjetër. Ajo bëhet vetëm për Allahun dhe për askën tjetër. Pra që do thot o Zot, kjo është për ty, sepse ti e krijove, ti e formove, ti më furnizove me të, dhe është vetëm e drejta jote o Zot që shpirti i saj kur dali vetëm në emrin tënd dhe për ty o Zot. Prandaj dhe profeti alayhi salatu sallam thot, e mallkoft Allahu atë njeriu i cili bën kurban për dikë tjetër përveç Allahut. Nuk lejohet që kur muslimani nëse bën kurban, e bën vetëm për Allahun, sepse është e drejta e tij dhe askujt nuk i lejohet që ky kurban t'ia dedikojë dikujt tjetër përveç tij. E dyta thot profeti alayhi salatu sallam, e mallkoft Allahu atë njeriu i cili mallkon prindit e tij. Që do thot, ka njerëz që mallkon prindit e tij, mund të ketë ndonjë fatkeq, njeri negativ, njeri i cili Zoti na ruaj për tyre. Këto janë të rrallë. Por në përgjithësi njerëzit nuk i mallkojnë dot prindit e tyre. Dhe prandaj sahabët e pyetën profetin alayhi salatu sallam, i thanë: "O i dërguar i Allahut, po pse ka kush nga njerëzit që mund të mallkoj prindit e tij?" Tha profeti alayhi salatu sallam: "Po. Po si është forma?" Ja tregoi i dërguar i Allahut duke thënë që nëse ti thot mallkon apo shan prindin e dikujt, edhe ai do të mallkojë dhe do të shaj prindin tat. Pra në këtë rast u banë sebeb dhe u banë shkak që prindi jo të mallkohet ose të shahet dhe të ofendohet. Pra kujdes me gjuhën, mos mallko dhe mos ofendo prindin askujt që të ruhen prindit e tuaj. E treta thot profeti alayhi salatu sallam në këtë hadith, thot e mallkoft Allahu atë njeriu i cili e strehon një fitnexhi. Çfarë është fitnexhi në këtë rast? Pra ai njeriu i cili bën krimin, ai njeriu i cili kërkohet nga drejtësia dhe ti e strehon që mos të kapet, duke ditë që ky është një njeri i keq, negativ dhe e strehon, thot profeti alayhi salatu sallam, bitër af mallkimi i Zotit. Ose thot profeti alayhi salatu sallam vazhdon dhe thot, e mallkoft Allahu atë njeriu i cili strehon një fitnexhi. Thon dietar, po çfarë do thot fjala fitnexhi? Për shembull, dikush ka objekt me qera. Dhe u jep njerëzve të cilët e di që ke shtëpia e tij, apo ke dyqani i tij, apo ke ai objekti i tij, ai e ka për qëllim për të shkatruar këtë shoqëri. Dhe ti i jep hapësira, i merr lekët që ai të vazhdojë aktivitetin, ti lekun që merr për ty e ke haram. Dhe futesh ke hadithi profetit që thot e mallkoft Allahu atë njeriu i cili e strehoi këtë fitnexhiun. Dhe fitnexhiu do thot ai ngantrestari i cili e prish atë shoqëri, ku kjo shoqëri ka këto tradita, ka këtë kulturë, ato vijnë për ta prish kulturën dhe traditën e këtij popullit. Atëherë thot profeti, dhe ti bëj sebeb duke përfituar atë materialen ose duke përfituar diçka të vogël të kësaj dhunjaje dhe jep hapësira këtyre fitnexhive. Po, edhe mbi këta thot profeti alayhi salatu sallam, ky hadith përfshin dhe këta njerëz të cilët e bëjnë këtë veprim. Thot profeti alayhi salatu sallam e fundit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot e mallkoft Allahu atë njeriu i cili ndryshon kufit e tokës. Thonë dietarë se ç'kuptoj me fjalën kufit e tokës. Pra kur njeriu e ka tokën e tij, e di se ku është kufini dhe në mënyrë pa drejtë e shtyn kufinin duke i marrë tokën tjetrit. Pra ky ndryshoi kufit, e ndryshoi hartën në mënyrë pa drejtë, duke i hyrë hak tjetrit. Thot profeti alayhi salatu sallam, ai njeriu i cili merr një pllum tokë në mënyrë pa drejtë, Allahu do t'i varë 7 toka në qafën e tij ditën e Kiametit. Pra do thotë se ky njeriu është i rënd dhe ti marrësh tokën tjetër dhe të ndryshosh kufit në mënyrë pa drejtë, duke e grabitur tokën tjetrit,
Thot profeti alayhi salatu wasalam edhe përfshin edhe këtë njeri mallkimi i Zotit. Po gjithashtu thonë dietarët që ndryshimi i kufive është edhe kjo e tabelave. Ato tabele që janë orientues për të shkuar në një qytet apo në një fshat apo në një vend të caktuar, ai ndryshon objekt ose ndryshon tabelën duke i dhënë drejtime të ndryshme, me qëllim që t'i humbi njerëzit kur ata do të shkojnë në filan vend. Edhe mbi ta, thonë dietarët, ky hadith e përfshin ku profeti alayhi salatu wasalam thotë e mallkoft Allahu atë njeri i cili ndryshon kufit e tokës. Elusim Allahun e lartë madhëruar që të na ruaj nga këto gjëra dhe elusim Zotin që ta i falë mëkatet tona.